Përshëndetje Gzim, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Së pare duam të dim se kush është Gzimi, çfarë aktiviteti ka kryer, edhe pse ndahet në dy periudha, para viteve 90 dhe pas viteve 90 deri sot. Pasioni për artin dhe së fundi biznesi. Turi, faleminderit. Më vjen mirë për iniciativën tënde, vetjake personale. Sa mirë do ishte që gjithë Fieri, gjithë Shqipëria të kishte këtë vullnet që ti ke për ta shkruar, për ta rishkruar dhe për ta riparë personazhet e një qyteti. Pa personazhet e një qyteti, qyteti vdes, sepse vdes historia e kaluarës, vdes gjithçka. Kështu që unë kam ndjekur këto programet e tua ose intervista me ata pak njerëz që kem mbledhur dhe përfitoj nga rasti që të vinë edhe ata më shumë që e ka rishkruar këtë histori dhe ti po e rifreskon në emisionet e tua televizive. Unë Gzimi kam mbaruar shkollën për histori gjeografi, në fakt. E mbarova histori gjeografi sepse më përjashtuan nga shkolla e muzikës që në vitin e parë, me Liman Malokun, me Balina Shehun, isha vite i parë atje. Më hoqën për punë biografie, babai im ishte në Burg dhe nuk i takon të këndoj para nga hoqës. Nëse vazhdova në gjimnaz, nuk e fitova dot shkollën sepse ata nuk të dinë sistemin. Megjithatë në sajtë të talentit tim në muzikë, më përkrau shumë Nikolaj Pulvo, Bardhyl Shehu, dhe pas se të dy kanë ikur në botën e përjetshme. Krijuam grupin formacionin orkestral të muzikës së lehtë, në atë kohë flasim për vitet 87-88. Atje e nisëm një revolucion të ri në muzikë, qoftë në drejtim të këngëve të huaja, të grupeve muzikore më të njohura, muzika e viteve 80. Lejoj. Lejoj, për qik me dru. Duhet përmend Ad Rafaelin, e kishim kitarist në solo. Bile me Adin ndodhin probleme, i ra Hotel Californias nga Quinta në teatr, sepse nuk e lini që të luante në skenë para kohë grupë. Bile me biografinë e Adi, po. Qartë. Megjithatë, erdhi 90-ta, u rregulluan gjërat, unë shkova drejtuesi orkestrës Fierit në Shtëpinë e Kulturës, i ansamblit Muzikeja. Atje filluam punën tonë me përkushtim për muzikën fierake. Dhe gati unë u gjeta në atë vend që mua më ngacmonte më shumë, muzika popullore, muzika qytetare fierake, qoftë muzika e lehtë kuptohet. Duke filluar nga viti 90, ne kemi përgatitur ansamblin Muzikeja, shkon në Turqi, Zum Vënderi, sepse të këto festivalet ndërkombëtare të gjitha grupet marrin nga i Vënderi, për mos të ofenduar, kupton. Atëherë thoshin burri që wow, mori grup flamuri në festival. Se dini që këtë termë flamuri që nëse. Kaluam shumë bukur atje me atë ansamblin Muzikeja. Pastaj në vitin 91 përsëri bëmi premierë në Gjorgji. Atje kishte një festival rinor më shumë, megjithatë ne i përshtatemi sepse edhe grupi Valle me Shaqo Secin, të ndjeni Shaqo Secin. Ishte grup me të rinj, me shumë të pasionuar, ata shumë të pasionuar. Edhe atje kaluam shumë bukur, prezantuam vlerat e ansamblit Muzikeja në përgjithësi, por edhe të muzikës shqiptare, sepse kur shkon jashtë shtetit nuk mund të marrësh përsipër do këndojnë fierakshë. Do të detyrohesh të bësh çik muzikë nga veriu, çik muzikë nga jugu, çik polifoni, domethënë me një mikset dhe kjo i habiste ata, thoshte si ka mundësi që kjo krahim të ketë kaq shumë larmi muzikore. Ne në fakt e luanim lojë që kishte ta thyerin çik atë po ta njihnim Shqipërinë shumë në arenën ndërkombëtare. Në 93-shin kemi shkuar në Zvicër, festivalin e Freiburgut. Kësaj radhe ata specialistët e Freiburgut kanë ardhur këtu në Fier dhe na kanë thënë që ne nuk duam muzikë kosovare, ne nuk duam muzikë tiranëse, ne duam muzikë fierake, muzikë muzikare. Dhe ne jemi detyruar herën e parë, mbas edhe e fundit themi se s'kam parë nga mbrapa tani, që ne përfaqësojmë vetëm vlerat e muzikës folklorike, fierake, muzikare. Kemi marrë këngëtar polifonik, kemi marrë këngëtar të popullit, Bani Nano dhe të tjerë, Timo Lule për muzikën qytetare, e përfaqësuam Fierin me gjithë ato karakteristikat e tij në kulturë dhe muzikën veçantë. Po dhe grupi Valle u mbështet me fjalë vetëm muzikë në vallën burimore, dysha muzikare, valle e vajzave. Domethënë nuk kaluam më tashmë në veri, apo të shkonin poshtë në jug, apo në dropull, apo edhe
megjithatë ishte një festival shumë i arir, për herën e parë na thanë specialistët që ky është Fieri, më në fund e njëjtën Fieri. Ishte gjë shumë interesante, shumë e bukur. Deri në 97-ën, 98-ën nuk kam punuar me ansambl muzikë. Nuk duhet të lë pa përmendur festivalet e këngës, muzikës së lehtë. Premierat e ansamblit muzikë që duhet i bënin vit për vit. Koncertet e her pas hershme që bëheshin në qytete të ndryshme. Do me thënë, kishte një goxha jetë aktive dhe ndërkohë që talentet vinë dhe shtoheshin në Shtëpinë e Kulturës. Ndryshuan kohët në 97, kuptohet. Unë herët shkoja me aktivitete në Gjermani, në Zvicër, ku duani muzikë privatisht, por gjithmonë kthehesha në bazë në atë burimin tim, në dëshirën time për të bërë diçka të mirë për qytetin e Fierit. Në 98 kam filluar punë në Pallin e Pionerëve, si shef muzikë atje. Edhe atje kemi punuar shumë mirë dhe më jam krenar që takoj fëmijë sot që më thonë profesor gëzimi, nuk ka ti vetë mësues dhe di shumë mirë sa kënaqësi e madhe është që të flasësh me ish nxënësit ato bile mbas edhe nuk i njeh ose ta prezantojnë. Më mban mend ai që më ka thënë shumë tani ashtu. Aty kemi nxjerr talente që janë dhe këngëtar tani, ata budinët e shumë të tjerë që këndojnë në skena. Kam zhvilluar 7 festivale të këngës për fëmijë në qytetin e Fierit. Bile 2 vitet e fundit ka ardhur dhe Erion Shemja, na ka ndihmuar shumë me ata profesionalistët e tij. Duhet të them që ka ngjitur në kujtesën e qytetarëve fierak. Muzika duhet të ribër. Duhet gjetur mekanizma, sepse tregu gjithmonë bëhet më i ashpër. Edhe bashkia dhe ata që do mbështesin këto aktivitete, duhet ta bëjnë, duhet gjejnë një mënyrë, një formulë. Nuk ka si dalin PPP tani që të bëjmë rrugët, duhet dalin edhe PPP për të bërë një festival, për të bërë një koncert, sepse asnjëri nuk mund të punojë qësi. Asnjëri nuk mund të punojë pa, sepse tani po e lë pjesën muzikore dhe përshkoj te pjesa e biznesit. Ka ndryshuar kohët, nuk është më idealisti Artur edhe idealisti Gzim që punonin pa asnjë lloj pagese, shpenzonin parat e tyre, kohën e tyre, vjeshin siklet me familjarët e tyre, vetëm që të bënin një gjë të bukur, që të ngelesh në qytetin e tyre. Tani këta njerëz duhen mbështetur financiarisht, sepse erdhi koha, ti s'mund të blesh pajisjeve që ti falin njerëzit. Do t'i blesh me para, edhe do t'i blesh mirë me para, se të njohin njerëzit që është pasionant, të thotë hajde si e blen ti. You know? Dhe vetëm në Amerikë në 2006 në radhë lotarie nuk doja që të ikem me të drejtë, sepse ishim vendosur mirë në Fier, nuk kisha dëshirë për qytetin tim. Edhe një studio muzikore kisha bërë në atë kohë në poshtë shtëpisë time, një studio të madh, të mirë të Zerit. E ardhëm për fëmijët, më detyroi që të shkoja në Amerikë. Kuptohet, çmira ime për të ecur përpara, advanca për muzikën më la atje ku isha në atë pozicionin tim. Edhe kemi filluar punë me një radio në fillim, me një orë në javë, $300 ora. Ne duhet të paguajmë, unë i paguaj vetëm. Si ti tani, edhe unë i paguaj vetëm për të folur shqip në Amerikë. U ofron biznesmen të tjerë sepse e pan misioni që duhesh folur shqip. Dhe e bëm ditë për ditë atë radio. Disa sponsorë se më ofronë thënë që ne mund ta bëjmë në televizion. Po, se mos ta bëjmë. Një televizion IPTV tani kuptohet, janë të thjeshta, 2 kamera, shumë pak gjëra, më fjalë nuk ka nevojë për shpenzime, me internet transmeton. Edhe tani ne jemi transmetimi 24 orë live në Chicago, të Iliria quhet stacioni. Pasqyrojmë aktivitetet e shqiptarëve, informacione për jetën e përditshme që ata duan, sepse ashtu ndihmohen ata shqiptarët, gjejnë një njoftim për shkollë, gjejnë një njoftim për punë, gjejnë një njoftim për mbështetje sociale. Është një gjë shumë e mirë. Dhe në fundit ne flasim shqip për ballët tim, se gjithë flasin gjuhët e tyre atje. Anglisht është për të dalë për punë, zyrtarizëm. Ama kur ata mblidhen komunitet flasin gjuhën e tyre. Dhe tani loja është që kush flet më shumë gjuhën e tyre, kush është më i zoti. E kupton? Meksikanë kanë televizionet e tyre me sinjal. Jo IPTV, se IPTV kanë bërë gjithë tani. Digital, po. Kanë marrë licencët dhe transmetojnë në digital. Polakët po ashtu. Do të thënë italianët, do të thënë edhe ne shqiptarët tani po përpiqemi që të paktën të dalim në Comcast, në sinjale me fjalë që ti shikojnë nga amerikanët.
Jo se qeveria amerikane, guvernmenti, jep programe për të mbështetur pakicat etnike, gjithë komunitetet etnike në Amerikë, ka studet gati në çdo qytet të madh, në studet ka stile vetëm për programe televizive për ata popull që jetojnë atje. Ke dëshirë të bësh një program si që bën ti, do thonë po, hajde bëj, vetë ke studën në dimension, i ke gjitha gjërat në rregull. Do të thënë që ti s'ke nevojë të investosh, ata vetëm kanë dëshirë që ti të japësh mendjen tënde atyre dhe njerëzit të dëgjojnë ty. Kjo është e rëndësishme shumë. Krahas këtij aktiviteti që unë nuk kam hequr dorë në këtë aktivitet, kemi dhe aktivitetet tona private sepse nuk të mban në Amerikë, dhe është puna e përditshme, nuk është vetëm pasioni për artin dhe për muzikën dhe për popullin tënd. Unë kam biznese me sallone bukurie, kam 2 sallone të mëdha atje, punojnë gati 20 shqiptarë që i kam marrë në punë. Dhe ndjem një farë kënaqësie për atë pjesë të biznesit që kemi ecur. Edhe unë sikur se gjithë emigrantët e brezit parë, se jemi brezit parë, brezi sakrificës që quhet në Amerikë. Kemi investuar për fëmijët tonë, kemi shkolluar, pozicione shumë mira janë. Jo vetëm unë, po shumë, mase shumë herë më mirë se mua, i gjenë pozicionet e drejtuese fëmijët atyre dhe kjo është kënaqësi dhe krenari. Çdo kush që ka pasur ka menduar vetëm për fëmijët, as pak për vete, ka jetuar me qira në kushte shumë të vështira, me 2 punë, me 3 punë. Dhe kam preferuar që të sakrifikojnë jetën e tyre, brezi sakrificës, për të nxjerrë brezin e dytë, fëmijët e tyre, që fëmijët e tyre të jenë akoma më të avancuar. Por në fund dashuria për vendin mua nuk më lë dhe më sill gjithmonë në fier. Me sa duket, vjen koha e pensionit dhe unë duhet të drejtohem me shumë fierit. Edhe shoh me keqardhje që kultura është katandisur në një tender. Do të thënë, është bërë teatri, nuk shikon me artist në fier, nuk shikon me muzikant, nuk shikon këngëtar. Qytetet tjera varet nga konceptimi se si konceptojnë atë. Kështu që është një këmbën alarmi për gjithë artistët, sepse gradualisht në fier po vdesin të gjitha gjërat. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe për qytetin. Si të blesh një shtëpi, një studio të madhe të bësh në fushën tënde me gjitha pajisjet shfrytëzuara digjitale, dhe ti mos ketë njerëz. Ti ke humbur. Do të rekonosh përfundimisht. Mos të di djali jo, thotë me oba nuk duhet, do vetë do ikin në Tiranë, do ikin në Amerikë, do ikin në Itali. Edhe kjo është thirrje këmbën për gjithë intelektualët që kanë ngrirur në fier. Çfarë duhet bëjnë? Do të hapën në universitetin. Është një ndërtesë e teatrit ngjitur atje ka 10 vjet apo diçka sa ka. Në 20 vjet nuk e di. Historia është tjetër se kush e bëri, si e bëri, kush e bëri. Ne fierakët intelektuale duhet t'i japim vlerë asaj që jeta studentore të gëlojnë në fier. Duke gëluar jeta, ty do të vinë personazhe të rinj këtu. Do të vënë, do pinë kafe, do shkojnë në diskotek, do shkollohen, do arsimohen, do marrin qëllim jeta. Tjetër, në Darzezë, kam atë 2 ditë plazh, gjë e maniqme, afroj investitorët. Shqipëria akoma arri me atë mentalitetin që o e bëj unë, o e bën vllai im, të tjerë nuk e bën dot njeri. Por po vllai nuk ka para, të pasurohet ai, pastaj do ta bëjmë. Hape të rregull për të gjithë, sepse po të kesh një berdet telurizuar në Darzezë, apo në Sema, themi, turistët do vinë këtu. Jeta në fier do gëlojë përsëri dhe qyteti do marrë vlera. Sepse e shoh që ora 7, 6 mbyllet gjithçka, bizneset ankohen, çdo gjë ankohet, çdo gjë shkon drejt venitjes, drejt vdekjes. Ku shkon jeta e përditshme drejt vdekjes, nuk bëhet fjalë për artin, për kulturën, për muzikën, për shkollën. Përse bën shkolla? Fëmijët po ikin. Pse duhen gjithë këto investime kot? Më mirë të investohet atje ku të sjell njerëz, jo të largosh njerëz. Mundësitë janë të mëdha pafund, vetëm të kesh dëshirën për të bërë këto gjëra. Nuk e kuptoj këtë stepje, pavarësisht se loja luhet në pushtetin qendror që e kam unë këtë topin, të luhet në fushën time. Por edhe pushteti lokal, pavarësisht se i kanë marrë kompetencët dhe nuk kanë gojë të flasin. Kjo është fatkeqësi për fierakët. Jo vetëm për fierakët, por edhe shumë qytete të tjera të flasin, qytetet Dorës dytë, Berati, Lushnja, sepse këto qytetet Puka, Elbasani, do të thënë qytete
më të spostuara në Gjirokastër, nëse Gjirokastër që ka fatin e madh Berati, sepse janë qytete muzeale me UNESCO, kanë turizëm. Po dhe ne duhet ta kryejmë turizmin këtu. E kemi mundësi ta kryejmë turizmin. Kemi gjithë ata Apoloni. Kur vinë njerëzit dhe manitë me historitë e lashësisë në rrethin tonë, sepse nuk ishte Fieri, po ishte Apollonia. Është Bylis, është Ardenica, janë pika shumë interesante që duhen reklamuar, duhen publikuar me forcë. Këtu nuk gjen dot një katalog për turistat e huaj. E kam nga eksperienca ime se nuk ka as në Tiranë, as në gjithë Shqipërinë. Domethënë, unë e jap shtëpinë time, se kam një shtëpi të madhe aty në Lagje Kastriot, e kam dhënë me Airbnb, me Booking.com, herë kur ka. Kur vin të huaj më thonë, nuk ka në informacion. Edhe unë jam bërë tilendar, si Amerikan, edhe gjithë xhamat e jashtme të shtëpisë në front i kanë bërë vizito Gjirokastër, vizito Ardenicën, vizito Pojanin, po nuk vizitove këto qytete, ti nuk e qenë Fier, harroje që ke qenë Fier se s'ke para Apollonin. Individuale. Dhe njerëzit, se kjo individi jot, por këtu duhet të ndërhyjë qeveria lokale, pushteti lokal, që duhet t'i afrojë, duhet bëj promovim për turizmin në Fier, që të vinë ata, sepse po erdhën ata lulëzon ekonomia, lulëzon biznesi, lulëzon rruga, lulëzon gjithçka. Është mekanizëm shumë i thjeshtë. Nuk ka nevojë që njerëzit të vinë vetëm në plazh, ka turizëm kulturor, që vinë njerëzit me shumë dëshirë për ta ndjekur, për të parë historinë e qytetit, që është i fjetur, jemi 2400 vjet, si Berati, se përdesë jemi Berati, si aq është Apollonia, 2400 sa vite. Ka shekull 2 para son, është formuar. Kështu që kjo është këmbën alarmi për të gjithë ata që kanë diçka në dorë për ta bërë. Është koha që duhet ta bëjnë. Dhe me që shfrytëzoj rastin, e kishim kohën e dje për të fituar, për të shkuar mbase në kampionatin botror. 2026 nuk vajta. E humbëm. Ja kjo është fati. Njeriu duhet të jetë i përgatitur për atë që vjen përpara. Edhe Fieri duhet të jetë i përgatitur për atë që është përpara. Mundësitë i kemi, Armando është djalë i mirë, është djalë fjerak. Është rritur me ty, me mua, me gjithë fjerak. Duhet ta bëj këtë punë. E ka të vështirë, e dim që e ka të vështirë. Sepse nuk i ka punë të ashtu siç duhet qeveri. Ama duhet ta marrë forcën që ta bëj ose mos ta bëj fare. Unë nëse nuk bëj një intervistë nuk e bëj, mbyll kamerën, it's over, mbaroj. Kështu që duhet ta mbyll këtë, sepse ndjen dhimbje kur gjërat mungojnë shumë. Janë mundësitë, por nuk bëhen. Kjo është e mëshme. Në Amerikë po të mendosh gjëra të tilla, thonë ti je stupid, nuk je mirë. Kur e ke përpara rrugën dhe nuk e bën, how? Unë ty të falenderoj për këtë kohë që më dhe për të prezantuar veten time. Megjithëse e kam bërë doni më të bëjlulin, në fakt. Por përderisa titullohet solo intervista, jam i detyruar që të flas për veten time pak, po më shumë për hallet që më shqetësojnë për qytetin tim, ashtu sikurse ti e bën këtë me dëshirë për ta evidentuar njerëzit që kanë qenë qytetin e Fierit, për të dhënë këtyre të rinjve që kanë ardhur Rishtas, nga Mallakastër, nga kanë ardhur në Fier, që të dinë që ka një histori Fieri, ka njerëz që kanë punuar e kanë ngritur këtë qytet deri në këto vende që sot. Unë të përshëndes e të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për jush, edhe urojmë që të kemi takime të tjera në të ardhmen, në edicione të tjera. Patjetër, faleminderit.